U bëj thirrje gjithë popullit, pa dallim feje. Qohuni se ky Zoti Rama, jo që ka vjedhur më shumë nga Berisha, po dhe Ilir Meta duhet të sekwestrohen se ka shumë ai. Pavarësisht se tha 7-3 veta, po janë 4. Pa rëndësi ka, kjo pasuri duhet të kthehet në popull. Ndryshe, ai Mema e kemi të humbur qeverinë. S'ka rëndësi ajo punë, se edhe po sfitove, nuk është kush e di, se do mbështetje, po kjo mbështetje vjen me bes burr lleku, me bes burri, edhe po që bes, do t'i kërkosh të gjitha trojet e tua, ku i ke edhe ku si ke, ku i kanë gjithë çamrit, gjithë qemrit që jemi, dhe greku po si dha tokat, se mas ashtu vjen ligji, Evropa nuk e dihet se ku ka Zarafillën, se s'jam gazetar as jurist, një copë mesme kam, nuk kam një copë shkollë mesme, po që me sa dëgjoj unë, e shikoj, e kam parë, besoj se nga Preveza deri në Beograd, Malizi Lerja të Joni Malizi, edhe Maqedonia e Veriut, po mos them dhe në art, këto duhet kthehen parat, mase tokë se merr dot si tokë, po parat këtyre sërgjyshve tanë duhet kthyer se s'ben. Jo me se s'ben, po se s'ben. Edhe kjo duhet të bësh një sulm që të vejnë dhe në gjykatën e Hagës. Jo Strasburgu, se Strasburgu është i shitur. Po, edhe Haga mund të thjesë se Anglia ka, po sot nuk pyetet nëse një shtet, një kryeministër vendos, nuk ka frikë se kush e kundërshton. As Anglia, as Rusia. E drejta përfundon e drejtë dhe Zoti nuk të le në rrugë të keqe të drejtohen atije, në të drejtën tënde. O popull, ngrehuni o popull, ngrehuni. Unë tani për momentin sa ngrita edhe do dal, do marr makinën, do dal për test. Do marr taksi se nuk ngas makinë dot, do marr taksi e do ikin Tiranë, se kam shtëpi në Tiranë. Ngrehuni popull, ngrehuni popull. Ku është Kavaja? Kavaja, që ishte Kavaja, ku është sot Kavaja? Ku është Elbasani? Ku është ai fieri jon? O çamt e fierit, ku jemi? Ngrehuni burra, ngrehuni.